Sot kemi organizuar një mini ceremoni për të uruar apo për të prezantuar fillimin e kampionatit apo edicionit të ri sportiv, për të falenderuar bashkëpunëtorët të rinj dhe të vjetër. Por ato që janë më kryesore, televizioni publik shqiptar për marrëveshjen që kemi bërë për pasqyrimin e gjithë kampionateve të futbollit në Shqipëri. Unë jam shumë i bindur e kam shprehë edhe herë tjetër që kemi bërë gjë më të mirë për të bërë këtë marrëveshje me radio televizionin publik shqiptar, sepse është një televizion i cili transmetohet apo shkon në çdo cep të Shqipërisë dhe do ta çojë në çdo cep të Shqipërisë edhe futbollin dhe do ta promovojë akoma më mirë atë. Unë e falenderoj drejtorin Alfred Peza, i falenderoj të gjithë stafin e televizionit dhe jam shumë i bindur që të bashkëpunojmë mirë. Vjen rasti që të falenderoj edhe kryeministrin i cili është marrë me këtë çështje apo për investimet që projekti që kemi nisur dhe kemi prezantuar bashkërisht në fillim të vitit. Shpresoj dhe që ne kemi dhe atë që ne presim për t'i dhënë edhe një ndihmë apo një kontribut apo një shtytje akoma më shumë futbollit, atë që quhet ligji i sponsorizimit në gjuhën sportive apo bazën ligjore që do ta ndihmonte sportin dhe për ta incentivuar ata akoma më shumë. Në këtë rrugë, siç kemi bashkëpunimin me televizionin, do vazhdoj bashkëpunimi edhe me qeverinë për shumë nevoja tjera që ka futbolli në Shqipëri. Doja të falenderoj shumë edhe bashkëpunëtorin tonë në vjetër dhe të ri, kompaninë Abisnet. Kemi një histori bashkëpunimi 3 vjeçar dhe kemi vendosur që ta vazhdojmë këtë bashkëpunim. Për ne ka qenë një bashkëpunim i frytshëm, po unë uroj që po ashtu të ketë qenë edhe për biznesin. E çojmë futbollin në çdo shtëpi shqiptare. Pra televizioni publik shqiptar ka një mbulim me sinjal të 100% popullsisë së vendit. Nuk është vetëm pasqyrimi i ndeshjeve të Abisnet Superiores, Final Fourit, Superligës, kategorisë parë apo futbollit të femrave. Ne kemi një vullnet për ta shtrirë këtë bashkëpunim edhe në më shumë ekipe, sidomos në ekipet zinxhir, tek ekipet e moshave, tek fëmijët, dhe ne do të jemi pasqyrë më e mirë ku çdo kush të shikoj veten, të shikoj pasardhësit, të shikoj motrat dhe vëllezërit e tyre në mënyrë që edhe ata nesër ta përqafojnë sportin, ta përqafojnë futbollin dhe të jenë dhe ata pjesë aktive e edukimit fizik. Falenderojmë presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armando Duka, për këtë marrëveshje që ky bashkëpunim do të jetë i frutshëm dhe ne do punojmë në maksimumin ton për të bërë më të mirën në mënyrë që futbolli shqiptar të gjejë pasqyrim në të gjitha kanalet e radio televizionit publik shqiptar në mënyrë profesionale dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Është një partneritet që synon të ngrejë në nivelet më të larta ose në nivelet pa eksploruara ekonominë shqiptare të futbollit. Falenderoj në mënyrë të posaçme Federatën Shqiptare të Futbollit dhe presidentin ton Armando Duka në gjithë përkushtimin e tyre për ta çuar përpara futbollin e Shqipërisë. Dua gjithashtu të them se në zgjedhja e zotit Duka si zëvendës presidenti i UEFA-s në këtë kontekst që flasim është një mbështetje e madhe për gjitha këto ambicie që ne ndërtojmë dhe suportojmë edhe përmes këtij partneriteti.